s'kam se t'jem në robat ati tjetër, s'kam që negocioj me ati tjetër, s'kam se negocioj. Jo, po në negociata do t'a lexosh edhe atë. Nëse do esni me negociata, atëre nuk e di se si mund të zgjidhen çështjet që kemi ne. Nuk zgjidhen pastaj. Atëre hajti një ndërhyrje për sa i përket pensioneve, se kjo punë e pensioneve ka marrë i çik shumë vrull, sikur po na bën nder Greqia ose Italia ose vendet e tjera. Në fakt, çështja e pensioneve është një detyrim ligjor që buron nga legjislacioni i Bashkimit Evropian për vendet e Bashkimit Evropian për të rregulluar marrëdhëniet për sa i përket emigracionit legal. Në këtë kuptim, marrëveshja dypalçe bëhet midis vendit përkatës të antarët të Bashkimit Evropian me vendin nga të cilët një numër i caktuar emigrantësh kanë emigruar. Për këtë arsye, nuk mendoj që është dhurat marrëveshja për pensionet. Po e them edhe një herë, është detyrim ligjor i një vendi të Bashkimit Evropian. Nuk shpresi e tillë. Jo për ju, po e dëgjova edhe nga zotëria që foli. Nga gazetari, që ishte përfaqësuesi i diasporës që po na bën der. E kam dëgjuar dhe nga diaspora jonë në Itali. E kam dëgjuar dhe nga shqiptarë në Gjermani, që pse s'kan filluar qeveria shqiptare negociatat me qeverinë gjermane për emigrantët shqiptar. Jo. Është detyrim i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për të zgjidhur problemin me pensionet e emigrantëve. Nga ana tjetër, unë përsëri, edhe nga diskutimet që u thanë, i qëndroj asaj logjikës që problemet e mëdha të mbartura midis Shqipërisë dhe Greqisë kërkojnë konsensuse kombëtare, konsensuse politike kombëtare dhe konsensuse jo vetëm politikës thjesht, po edhe të shoqërive përkatëse, sepse Ballkani është i ngarkuar me përplasje patriotike, nacionaliste, interesash e tjerë, dhe përherë vërtetë Shqipëria ka qenë dhe vazhdon të jetë më inferiora për sa i përket përballjeve për vetë kushtet historike në të cilët ajo ndodh. Po ulemi njësoj me inferioritet në raport me Greqinë edhe tani apo jo? Për këtë arsye them që normalisht nuk duhet të ulemi në tryeza me këtë lloj inferioriteti, por tek e fundit se dëgjova përsëri zotrinë dhe duhet t'i kthem kjo roli i leadershipit që ka dhënë Greqisë tashmë së fundi në Ballkan. Kjo politikat e patronazhimit të vendeve më të zhvilluara ndaj vendeve më të pazhvilluara ka mbaruar. Ka 30 vjet që ka mbaruar. Dikur është menduar që Greqia, fillimisht Italia, pastaj Greqia do të ishte vendi që do na patronazhonte ne në rrugën drejt integrimit evropian. Greqia do na patronazhonte. Tashti se ka më këtë rol. Ashtu ka qenë. S'ka më këtë rol, sepse Shqipëria, një vend sovran që negocion vetë, merr përsipër të kryer reforma për të integruar në Bashkimin Evropian. Për sa i përket aspekteve strategjike, mbrojtjes strategjike që Greqia kryen patjetër, armatosja e çdo vendi është një nga detyrat kryesore, domethënë për sigurinë e tij kombëtare, pavarësisht se me gjithë përplasjet që Greqia dhe Turqia kanë me njëra tjetrën, kur nuk ka përshkuar në situatë lufte, kur s'ka përshkuar situatë lufte, tek e fundit, interesat e përbashkët të sigurisë midis dy vendeve janë shumë të mëdha se sa ato konfliktet e mbartura nga historia e përplasjeve të shekujve të kaluar. Prandaj them që kam përshtypjen që gjithmonë kjo mbajtja janë politika ballkanike. Enver Hoxha e mbante popullin shqiptar nga frika e sulmit të superfuqive. Në Greqi, forcat politike e mbajnë shoqërinë greke të karikuar nga frika se po vjen turku. Dhe kështu me radhë, popujt e Ballkanit do të vazhdojnë. Në Serbi, patjetër Vučići armatoset për thënë që Serbia ka të gjithë botën armike dhe ajo duhet të mbrohet. Ne duhet shohim dhe unë them që ta shtensionojmë çik situatën nga këto politikat e mëdha, rolet e mëdha që luajmë, se asnjë Ballkan, as Greqia nuk luan ndonjë rol të madh në skenën botërore për sa i përket çështjeve të sigurisë. Bile Greqia ishte kundër bordit paqes që presidenti Trump e angazhoi dhe Shqipëria shkoi atje bashkë me Kosovën. Pra nuk e shoh gjithmonë
marrëdhëniet e Greqisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të mira. Unë nuk di në një periudhë ngrirje midis marrëdhënieve midis tyre. Problemi është që Greqia do të vazhdojë për interesat e veta të përdor një instrument të vetëm që ka. Dhe ne të dy kemi qenë në një periudhë kur në pozicione të tilla që kemi marrë informacione kur Shqipëria u bërë anëtare e NATO-s. Greqia e ka mbështetur, ka pas reagime në politikën greke, pse Greqia ja ka dhënë okejin Shqipërisë për të bërë anëtare e NATO-s, dhe politikanët që kanë qenë në pushtet kanë thënë për koridore që ne kemi instrumentet të tjera për ta bllokuar Shqipërinë ose për të detyruar Shqipërinë të ulet bisedime me ne, sepse kemi çështjen e detit apo të tjera, çështje të tjera. Integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mira, këtu ndalemi në pjesë dytë, te çështjet e nxehta mes dy vendeve, te ato çështje që preku sot Dendias, i cili tha që ishin diskutuar në takime pas reklamave, publicitet.